Të dashur vëllezër e motra, ju përshëndesim me Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dhe ju dëshiroj mirëseardhje në emisionin Rruga e Ndriçuar, emision ky i rregullt dhe i përjafshëm, i cili është i drejtë për drejtë dhe kontaktues, ku ju mund të parashtoni pyetjet e juaja dhe mund të inkuadroheni në emision përmes telefonatave në numrin i cili do të jetë i shfaqur çdo herë poshtë ekranit. Për pyetjet e juaja do të kujdeset hoxha i nderuar profesor doktor Shefqet Krasniqi, i cili do të përgjigjet në to dhe do t'ju drejtohet juve me këshillat e tij, sugjerimet dhe përgjigjet e tij. Hoxha i nderuar, selam aleikum, mirë se vjen. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se vjen. Para se të vazhdojmë me rrjedhën e emisionit, ju njoftojmë se emisioni mund ta përcjellni jo vetëm këtu në televizion në RTI ku transmetohet drejt për drejt, por mund ta përcjellni live edhe në YouTube, po ashtu edhe në kanalin zyrtar të Hoxhës në Facebook. Dhe para se të marrim pyetjen e radhës, kam një kërkesë për ju të dashur teleshikues, e sidomos për ju që inkuadroheni me telefon në emision, që para se të bisedoni me ne, të ndalni zërin televizorit dhe të na dëgjoni dhe të komunikoni me ne vetëm përmes telefonit, nga se po krijohet foni dhe ne pastaj këtu në studio nuk po mund të ju dëgjojmë juve. Ju faleminderit për mirëkuptim dhe Allahu ju shpërbleft. Hoxhë nderuar, para se ta marrim telefonatën, kemi edhe disa pyetje që na kanë ardhur me shkrim. Njëra prej tyre thotë: jetoj në Vushtre, mirë po punoj në Prishtinë. Thuaj se çdo ditë dal në terren dhe i bëj 80 kilometra vetëm në një drejtim. Si të llogariti rrugën, prej shtëpisimi apo prej zyrës në punë për shkurtimin e namazit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavat dhe selam pejgamberit të bekuar e dërgojmë, familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën atij burrë të madh derisa kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj, sa i përket shkurtimit të namazit, njeriu duhet të dalë jashtë shtëpisë në një distancë rrugë parafërsisht rreth 75-80 kilometra tutje. Por këtu tani ka disa detaje. Ndërto, duhet ta dish fillimisht që kur nisesh, para se më nis, që kemi bërë qatë rrugë. Sepse, me qenë se përmeni Vështrën, nëse prej Vështrës nisesh edhe shkon në, kjo përmeni Prishtinën, ta lojnë Prishtinën. Vjenën Prishtinë. Tamam. Pastaj, kjo vjenë për në Prishtinë, por i del një rrugë. Më që më shku deri në Ferezaj. Pastaj, kur shkon në Ferezaj, i del një rrugë tjetër për me shku në Kaçanik. Kur shkon në Kaçanik, thë tamam e kryve erdhe koha me këthym Prishtinë, e në Vështre, e del një punë tjetër me shku në Gilan. Dhe për i Gilanit mo o bot mbramje tërë dhe nuk thit të shpija. Që kjo person nuk është udhëtar. Kjo nuk është udhëtar. Për atë, ulemat e Hanefije, kur kanë folur për meselë të ngjashme, kanë thonë, nëse një ushtri del me njek një armik të mendu që është afër qëtë. Armiku ikë. Ta vazhdojnë me njek edhe pak. Vazhdojnë me njek edhe pak. Vazhdojnë me njek edhe pak.
largohen pej kazermës vetë. Me ditë, e me javë, këta nuk janë udhëtarë. Këta nuk janë udhëtarë. Sepse, kur e kanë fillu udhëtimin, kur e kanë nisë udhëtimin, e kanë nisë gjithmonë të mendu se është brenda kohës sa nuk shkurtohet namazi, sa falet i plot. Si fjala vje pi Prishtinës në vështrës Prishtinë. Ai ka arë këtu me punu në zyre, me najtë të ditën. Por pa priti dul në Ferizaj me shku. Pe Ferizajt i dul udhëtim i ri, i planifikuar, ka qenik. I dul udhëtim i ri në Gilan. Ky nuk është udhëtar. Përkundër, nëse ky prej shtëpisë kur niset, ky vjen në Prishtinë, sepse ka selin, por ky din që në Prishtinë, ta zame ka kamionin ose kjerë në vogël, të punës, ka me marat kërë të punës dhe ka me bërë rrugë. Ka me shku në Prizren, ka me shku në Rahvec, ka me shku në Gjakovë. Tash, kë në këtë rast është udhëtar. Dallon rasti pa për rasti dytë. Tash, ata po. Tash ky ceku që është në çdo ditë terren, domthonë ky terrenin e din. E kemi shembull sikurse shoferat që shpërndajnë mallin. Ai ka terrenin çdo ditë, për shembull të hanën e ka në Prizren, të martën e ka në Pej, ose agjentat e shitjes, agjentat komercial. Ata kanë terrenin e dishëm, edhe di që këtë e kanë. Tash ky pe din. Tash këtë rast Tamam, unë thash një prej atyne raste dhe të mja fsharu njerëzve. po. Ajo ndodh shumë herë. Po ndodh edhe kjo që thati, ndoshta kjo ma shpesh, ai din që ka udhëtimin, ka me udhëtu në terren me dalë, e din. Apo e din edhe ma djerë ku ka me shku ndoshta. Nëse din ku ka me shku, është udhëtar. Është udhëtar. Në dy raste është udhëtar. Vetëm se meselja është ata konsideroj për shtëpisë e vetë, kur niset në Vushtërën, apo për Prishtinës, kur ka zyren e vetë. Nëse din prej shtëpisë, saktë ka që nesër kam që me shku në Ferizaj. Kë Prishtinë ka stacion tranzit, nëse mund të quaj. Ku pëshën pak, merr letra, urdhra, materiale, ku diun dhe vazhdon rrugën për në Ferizaj për në Kaçanik. Kjo për momenti që del për Vushtërës, kjo është udhëtar, derisa të kthehet. Në shtëpijet e para të qytetit, pastaj nuk është udhëtar, është vendas. Varet të një element tjetër, kë në Prishtinë, a ka vetëm zyrën e punës, apo mund të ketë edhe banesë të cilën rrinë dhe bujnë. Nëse ka vetëm zyrën e punës, atëherë është hukmi në dispozitën e parë, ndërsa që cek më lartë, ndërsa nëse ka një banesë Prishtinë, qoftë edhe me kolektiv që banojnë aty, si punëtor, kur duan, apo gjatë javës, atëherë kë pej Prishtinës dhe me fillu udhëtimin. Me që pej Prishtinës, a i bën 75-80 km rrugë, apo i bën më pak, edhe në basë sajna, edhe vendos sa është udhëtar apo nuk është. Allah shumë bleft hoxhë nderuar, atëherë duke mos i lënë dëgjuesit tanë apo teleshikuesit tanë të presim më tepër, pranojmë telefonatën e parë. Alo, selam aleikum. Alo, selam aleikum. Aleikum selam, po urnani. Deshta me bo një pytje, një shoqja jemja i ka dekë vjera para 3 ditëve, promjena kam të ta me nejtë në pamje, ajo ka lindë bebe që një avdit, edhe po më vetë a mundet me shku me alo vjerës vetë gjenazen, me lo vjerën e vetë, edhe mundet me afru gjenazet se më bani halat që i ko menstrualet, lindjes. A ko dzanë me afru dekën të me lo vjerën e vetë. Allahu se thënë kësaj pune. E qartë pyetja, Allah shumë bleft. Selam aleikum. Aleikum selam, Zotë nderoft. Kjo mesele bëhet shpesh parashtrohet. Kjo mesele parashtrohet shpesh prej motrave, të cilat janë më të përmëshme të tyne, apo janë lahus.
A kanë të drejtë më afru të gjenazja, apo nuk kanë të drejtë? Ka ardhë kjo në Zot e din. Por në realitet bazë nuk ka. Në realitet bazë nuk ka. Asë gjatë keqe nuk ka me shku tek personi vdekur, në këtë rast kur gruaja është e papastërt, qoftë nga përmëshme të sajna, qoftë shkak lindjes, lehoni, Allahus, për fjallorin e ty në grave tona, po Allahus, e në fjallorin e letrar. Nuk ka si ndales, nuk ka asë një ndales, për të kështë të thonë edhe këta, për deri sa ka të drejt me shku, ka të drejt me nejt, ka të drejt me përqafu të vdekurin, ka të drejt me latë gjenazën, krejt ka të drejt, vetëm se s'ka të drejt me falë. Sepse është e papastërt, në kësa rasti, kërko nuk shkruan se ndalohet me kontaktu me gjenaze. A lehet me la njerën e gjallë gruaja që është lahus? E pës lehet të vdekurin? Po qaj e viher, që nëse ka pas viher, a nan, a bën me la sa të është gjallë, ki po të ishte lahus me lehon, po pëse s'bën të vdekur? Pëse s'bën? Kur bën gjallë, pëse s'bën të vdekur? Gruaja me lehone, me përmëshme të sajna, e ka të ndaluar me hynë xhami, me falë namaz, me lexu Kur'an, janë adhurimi ibadete. Me xhuro Ramazanin ato janë adhurimi ibadete. Ndërsa këto janë punë të cilat nuk prish punë as pak. Shpëleft. E kuadrojmë telefonatën e radhës. Alo, selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Po urna cila pyetja juaj? Dhe tani një këshill për ju do të thosh është klasiket. Po. E kam një djalë që tash e bën 3 vjet, po mësoj mjek që të vez për rrin nalt. Që kanë rizbesin pos, po mjek po të me bapë me operove. Dhe sa një këshill për ju a jem të lejumin a besimtarë musliman që jem, me vaja. Djale 2 vjeçar, tash organet gjenitale sa i përket testikujve të mund ka nalt, kanë sugjeru me operu, e po ta kemi të drejtë nëse besimtarë. Po more, po gjithsesi, se të thëtë mjeku e çështje mjekësore o kjo. Kjo është çështje mjekësore, është shumë mirë që zbuluar sa është i vogël djali, është shumë mirë, dhe kjo është, këto janë frytet që i rrim gati kontrollave mjekësore. Ku shumë herë prindi nuk i zbulon disa gjana, apo i zbulon mjeku, apo i zbulon prindi, por vetë nuk dhe që ka me bëha dhe konsulton mjekun, dhe mjekun për qëtë punë është, elhamdulillah për Zotit, kjo është çështje mjekësore. Ata e dinë fort mirë që me shkencë dohet me i ullë poshtë, sepse qëndrimi i tyre nalt mrena në trup rezulton me moslindje nesër kur bëhet djalë për martesë. Nesër që djalë kur bëhet për martesë, nëse nuk i tërheq poshtë, po i lën nalt, janë gjasat më dha që ai kur mos me mund me lindë. Andaj sa është i vogël e bën operacion si mbas këshilla mjekësore. Allahu ta ruajtet ja Rabbi. Amin. Gjithë Allah shpëleft. Atë marrim telefonatën e radhës. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Urnane. Një pyetje ka për hoxhën. Po urna. Dosha me pyetën e jetën në Prishtinë dhe kështu në Bregdet, në Shqipëni, i bashkë namazet e foli drekën me i kendi bashkë, ose ku drekës dhe ku t'i kendis. Ashtë edhe shumë me atësi. Edhe pse kam kujt lirë atje, pranohet kë namaz apo qysh me apo? Faleminderit shumë. E qartë, Allah shpëleft, tash do ta merrni përgjigjen. Udhëtari si udhëtar, nëse qëndron më pak se 15 ditë në një vend jashtë, në udhëtim, ky ka të drejtë me shkurtu namazet dhe me bë bashkë namazet. Pavarësisht, a ka kohë të mjaftueshme me falë, se cilin kohën e vetë, apo nuk ka kohë të mjaftueshme. Lehtësim është lehtësim. Lehtësim është lehtësim. E tani, cila është më mirë,
jenë mesele mes fokahave, mes mëdhëhebeve. Për shembull, me shkurtu namazin, kur je udhëtar, është më mirë të tanë, të gjithë, 4 mëdhëhebet. Madje është sunet me shkurtu. Madje te Hanefita vajib me shkurtu. E shtrëngojnë hala. Çështën e shkurtimit namazit. Çështën e bashkimit namazit e lojnë të lirë. Hanefit e shtrëngojnë pak çështën e bashkimit namazit, e vështërsojnë, të tjerët e lehtësojnë, por shkurtimin tonë e lehtësojnë. Pavarësisht a kime shku në hotel me 5 yje, a kime shku vetëm rrugën e ki lodhesh për ndrysha të jenë me kushte shumë të mira, pavarësisht. Asaj apo asaj e rëndësishme është ti ke të drejtë. E lehtësi. Lehtësimi është të ka dhënë Allahu, ke të drejtë me marrë kur të dush. Allah nderoft. Të kanë thënë disa ulema këtu, nëse je ki kohë ballë mjaft, më mirë mos më shkurtu. Me fal kohën e vet, më mirë se bashku. Me fal kohën e vet për më shkurtu. A më shkurtu gjithçysh. Për më bë bashk drejtki, por nëse je duke qëndruar në vend, ka shumë ulema të cilët thonë më mirë është mos e bashku. Pyetni në Hanefit. Kështu ishte edhe pyetja. Ama lejuar kanë. Kështu ishte edhe pyetja sa mund ta më kuptoj, që domon sa i përket lëvizjes, sa është lëvizja e bashkan, po kur është duke qëndruar në vend, ka të e shkurton, por nuk e bën. Po nuk e bën më mirë mos i bën me fal vakt. Kohën e vet, po megjithatë drejt ka. 2 drejtat e ka. Nëse vepron kështu është drejtë e tina, nëse vepron kështu është drejtë e tina. 2 vet janë bashk, shkojmë ti bashk atje, dhoni jam i lidh, dua të bashkë bashk. Ti je po shumë thuj Allah, në du me falë atësin ma vanë, kohët vetë, s'po du me falë ma shumë bashkë, sepse më duke najtë. Ti së më fajsan mu, unë nuk të fajsej ty. Ndërsa a veprimit të kena të ndryshme. Allah shpërblet. E kuadrojmë telefonatën e radhës. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Urnani, cila pyetja juaj? Kisha një pyetje për hoxhën pikërisht sot. Kisha një debat me një koleg të punës, i cili vjen prej Iraku, edhe gjatë debatit shpesh bisedojnë për fe, po sot ishte çështja për martesën, edhe më thot jam i ndan, thot edhe kam një djalë, po djali i rritun. Thot e kam gjetë, thot një grua e cila ka edhe ajo një vajzë të rritun. Thot edhe du të martoj unë, thot me atë gruan, dhe vajzën e saj ta marr për djalin tim. Desha të t'ja bëj pyetjen hoxhës se a lejohet kjo, nëse po në rregull. Nëse jo, në bazë cilit ajet kuranor, edhe pse nuk lejohet. E qartë pyetja, tash do ta merr përgjigjen nga hoxha. Selam aleikum. Aleikum selam. Arape shëmire ka pas. Ka të drejt, pas një problem. Ka të drejt. Dhe arsyet të në thjeshta, shkaqet të thjeshta. Të mërë një grua, të vej, e bën një qa për veti. Tamam? Me momentin që e bën një qa për veti, dhe flanë me qatë gru, qoftë edhe një ditë, ty, si person, të bëhet haram që e qikë. Qika e sajna, që është me bab tjetër, që e të bëhet haram, pëse flajti me nanën e vetë, dhe në kiamet. Po vesh ty të bëhet haram. Po jo dhe djallit. Djallit nuk i bëhet haram s'ka arsye. Së në fut kërkon dalesat e martesave, së futet kërkon. As nga dalesat e gjakot, as nga dalesat e miqësisë, as nga dalesat e gjithënjes, të trillohet ndalesa vjen. Nuk futet kërkon. Andaj lejohet, dhe kjo i bie me bëba gjanak me djallë. Që të bie kjo po? Në rregull. Allah shpërblet. Atëherë marrim pyetjen e radhës. Alo, selam aleikum. Alo, kemi telefonat? Por nani? Alo? Por nani, po ju dëgjojmë. Si duket iku kjo linjë?
Alo, marrë telefonatën e radhës nëse kemi. Atër desa të në vi pyetje, telefonata e radhës, marrëm edhe pyetje tjetër që në ka ardhur me shkrim. Thotë, kam alergji në duar dhe kanë herë më çan aq shumë duart, sa që kur vjen domon kontakt me ujin ndjekin aq shumë. E kam gjuna nëse e shtyj namazin e drekës deri para ikindis, apo akşam deri pak para yatsis, për arsye që mos marr 2 herë abdes, që me një abdes mi përfshi 2 namazet, shkaku se duarve që i djegën. Jo, gjuna nuk e ki, sepse për shtyn me arsye, madje arsye të fortë, së këndemi nuk ka arsye me pas me qenë gjuna kjo punë, për dire sa fal namazën mbrana kohës vetë, ani pse vanan, dhe më rabdes për një namaz, pas pa kohë namazit tjetër, koha tjetër dhe fal namazin tjetër. Në rregull është. Allah shpëleft, atëre marrëm telefonatën e radhës, i themi selam aleikum. Alo nane. Alo. Si duket nuk po dëgjohemi. Alo, Po nane. selam aleikum. Aleikum selam, po. Dhe isha një pyetje hoxhës. Po vetëm mor nane. E kena një dorëson familjare, do me thonë që atë natë e konë shpe, tani është në restorante, unë e burri falmi. E kemi thonë që na nuk mujna me orë shkaku namazit edhe gjinajt. Po. Edhe do me thonë, a kena vepru mirë, se është do me thonë bashkë familjarë t'i kena të ngusht, amo se vepi namazit që i falmi na së shkujna. Do me thonë, a veprimi drejt, këtë isha një këshilë për hoqës. A bojnë bashkë burra gra? Po, burra gra janë bashkë. Tamam. Në rregull, atëherë do ta merr një përgjigje nga hoxha. Zoti ju nderoft. Selam aleikum. Nuk është çështja e namazit ajo që ta bën haram me shkuë në restorane ku bëhen dasmat. Sepse fundja ai zoti i shtëpisë dasmës thot, pa në det që falo, ka dhoma plot në restoran aty, po afër dikon, fundja dhe jashtë restoranit, me dalë me falë. Në tokë zotit, në parking, ku i parkojmë kjerët. Kështu që për namaz në qarën ja bojna, por oj motër, s'ki që për me namaz e kitë punë, se namaz është në vete, por thuj thjesht, dasmat e cilat bëhen të kneset, këtë formë që bëhen, që ka marrë pusi, ama një pësi madhe ka marrë, e ka bojnë një kaftlar të madhë për veti, është haram me shku për arsye tjera, jo për shak namazi. Është haram i madhë, për haram e më të mëdha që mund të bëjë robi. Andaj, për arsye në ki shumë të thjesht, unë i tutëm Zotit, nuk du më mpa Allahu, e as me laqet e Allahut, në ato vende ku zbret hidhrimi Zotit, ku i bëhet Zotit haram, mkat, tanë kohën prej fillimi dasmës deri në fund. Jo. Qoftë edhe vllaut le të martohet, qoftë edhe vllaut të martën djalin, motër të martën djalin. Tha jo motër. Jo i motër jo. Aje mund të thëta pa aje për na i tutëm Allahut. Nuk i tutësht e Allahut, ti po rranë. Ti po gënjen, ti Allahut nuk i tutësh. Jo pash Allah, nuk tutësh Allahut. Se mi tutë Allahut të nuk i bëdas me burra dhe gra. Nuk jam mundësën kaftlarve më ardha ty, më deshe, më përzimi burrat huje, burrat me grat huje, me valzue, me muzike, me tanafaqet zeza, që si ka hije muslimanve. Mas pakuj për ngjanë një ambient islam. Mas paku. Andaj ne që sa do pak, që kena iman, e besojmë Zotin hak, ditën e gjykimit hak. Në përdasma që i bojnë burra dhe gra bashkë, që i bojnë të këne, pëshaj x, derin kiamet. Let leqite një pare mrami.
kur për jetë kujna hapësirë më sjap, as me diskutu këtë punë. As me diskutu këtë punë. Haram është haram, halal është halal. Nuk ke zërë me bo qëtë haram. Dhe runa zët, nga njëherë njeriu në një qast, në një moment, mund të fitoj hidhrimin e Allahut, kush pajton pastaj. Sikurse në ndonjë qast, për një moment, mund të fitoj kënaqësinë e Zotit, razinë e Zotit. E ai i cili fiton razinë e Zotit, kënaqësinë e Zotit, nuk ka kush më që nala të vëzhdeka, se drejt xhenet ka më shku. Sepse Allah është razi me ta. Lume i lume për shpirtin e vetë, e ka fitu razinë e Zotit. Tani, e fitoj të një mu dikujna me parë, e fitoj të një mu dikujna me zhjë probleme njerëzve, e fitoj të dhonë dikujna buke ujë, e fitoj të këshillu dikan. Më rëndësi në një moment, e fitoj razinë e Zotit. Ama edhe hidhrimin e Zotit, për një moment mund të fitoj robi. Dhe qaj hidhërën të përcjell dhe në varë, dhe me ty hinë në varë, e kusht pajton tani ty me Allah. Zvena bërdasma edhe harroja të. Dhe thjesht nëse te nuk shkan, me bashortën tonë, dhonë me teme, dhe qëtër me dvetën, bohëm një adhejt nuk shkojmë, me ka në bana i dasmen. Me të huajta, në ka lezet. Detyrohet me nërru planin, me bën damas. Bënë damas, unë kia të pej momentit parë. Nëse nevoja dhe parët, participoj me parët, tani maj. Atë se kam të katë. Por, për brazim dy gjenit, se kaftë lartë, lamsh me bo atë, e mësë mujtë me i qyrë gratë, me ullë krytë të toka, sa të nuk e ullin krytë. E me hidhru Allahun, jo Marja, jo të i beja. Kështë që nuk bënej më të rasë, mëse diskutat punë. 2 herë mëse jep hapësirë, ke kuj me diskutu. Kjo punë, shëqër që burë në kje razi, e një dhëtë bashkë, edhe korre për jetë, harrojat punë. Po. Allah shëbleft, atërë marëm në telefonatën e radhës. Alo, selamu alaikum. Selam alaikum. Aleikum selam, urnani, cila pyetja juaj? Deshta të bëni pyetje hoxhës. Po urnani. Një gru që është martume, do më thonë është në ndome prej burrit, është nane e fëmijëve dhe është mbuluar, ka drejt me hyp me një burr të huaj, do më thonë ai burri është i martuar, ka familje, me një kerr bashkë me shkue në punë, vend punës. E qartë. A ka ndaluar kjo gru kështu? Po? E qartë, tash do ta më një përgjigje nga hoxha. Allah shpëlbej. Kjo peqet për burët vetë. Allahu alë. Po s'ka dërë, që të që tjetë, fetva është pyqja është shnosh. Po se duket motra është të mlëfos në pak, je motra nuk ka në regull, që ashtu është. Nuk ka në regull. Që raste, për shambull, Pse nevoja sa me dalë me punu që nevoja po, për shambull tash mund të thëtë dikush, po mirë në taksi, që ashtu është. E vërtet. Po në taksi, motra hip mrapa. Natyra taksista avashtë që jenë të hujtë, së fletë me kërkanaj. Edhe që të më sfalë. Të këshirë punën tane, e këshirë punën e vete. Në qytet nuk i e vetë, nuk i në malë me taksist. Asë shkretina, asë në fush, i në qytet. Për një lagje, në një lagje, të nana, të puna, apo vetë shërbim, apo ke marrë harqë diqka, së në qanë, pagu taksin, tamam. Me burë të huj, me shakt punës, për ditë. Nuk mund është me hip me shakt punës, me kalekt punës, në kërë mësë me folë. Pas të ja puna mrana në qytet, aja është qytetit. Kështu që pëse mërë një herët që në motrën, po mine se që hip taksa bo nami, edhe me kërtem që që nuk o bo nami.
por për ditë, në terminologjinë fetare bjen ka këto hapësirë, sa të dush, për me i thonë ati vlladhas e motrës, nuk është në rregull kjo. Edhe pse kjo cikut e martume me fëmijë apo e pa martume me pa burr, s'ka derte do mund dispozita. Ja, s'përshune. Por kjo që tha martume pa burr, kjo që jep me kuptu që kjo tutë që vjen me burrin e vet. Për ndryshe, tash në bahallall motër se rasht nuk është ashtu, por unë për në hati, sepse por për neve s'përshun. Për meselet fikut, në fik, ndash me fëmijë, ndash pa fëmijë, ndash të martuar, ndash e pa martuar, ndash me burr, ndash pa burr. Hukmi sheretik është i njëjtë. E njëjtë është. Veç tuta më e madhe tani me kanë pa burr, përndryshe sheretikisht është e njëjtë. Allahu shpëlbeft hoxhë nderuar, është koha të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe rikthehemi pas pak. Rikthehemi në studio dhe vazhdojmë rrjedhën e emisionit duke inkuadruar edhe telefonuesin e radhës, të cilët të themi alo, selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Po nani edhe ne ju përshëndesim. Cila pyetje? Faleminderit, Allahu shpëlbeft. Cila pyetja juaj? E kam një pyetje për hoxhën. Po unë edhe disa kolegë kemi vënë pa di në gjykat për firmën ku punojmë për rastin e pagës së 13. Kjo ka ndodhur domethënë para 4-5 vjetëve dhe tash e kemi fitu domethënë rastin. Edhe me këtë rast kur I kanë shu paret përmes gjykata e ka caktuar kamat asaj firmës. Tash ato pare kanë dalë në kamat, domethënë pas 4-5 vjetë ato janë zhvlerësu shumë paraprake, mirë po tash me kamat ata kanë bënë për kompenzimi. Unë pyetjen konkrete kam si duhet me harxhu çat kamat, edhe a guxoj me çato me blet telefon shembull, se diçka tjetër. Me blet telefon. Po telefon. E qartë është pyetja. Allahu shpëlbeft, tash do ta merrni përgjigjen nga hoxha. Selam aleikum. Aleikum selam. Ky po cek telefonin, po çka do të shpenzohet ajo. Unë mas parë nuk di këta kam pas të drejtë, se kanë pa ditë organizatën për rrogën e 13. A ka qenë marrëveshje të kontratës së punës rroga 13 apo nuk ka qenë? Nëse ka qenë pjesë e marrëveshjes në kontratën e punës, kur është bërë kontrata, atëherë është në rregull, sepse kanë kërkuar të drejtën e tyre që I është mohuar. Ndërsa nëse nuk ka qenë pjesë e kontratës, kur është bërë kontrata, por me kohë pastaj, pronari I kompanisë ka premtuar dhe ka filluar më dhanë rrogën e 13 punëtorëve, por ai me shpresë se do të ketë rritje të buxhetit, të hyrave, por nuk e ka ndorë, Zoti e ka ndorë, dhe nuk ka të ardhura, dhe këtë vetë s'ka mësi mja dhanë. Këta nuk kanë të drejtë mankut në gjykat, sepse kur e kanë bërë kontratën, nuk ka qenë pjesë e marrëveshjes. Nëse kjo ka kalu. Çështja tjetër, nëse është e pa drejtë, mira istikfar, nëse s'kam pas drejtë, edhe parët, ky m'ja kthi gaztës. Parët, nëse s'kam pas të drejtë, sepse ju gjithë çka që ta cakton gjyqi ty, ke të drejtë. Baje mend. Kush do mërzëshmëri që bën e drejtë? Po, ani pse mund gjykoj drejt, po këtë procedura si procedurë nuk është e drejtë, sepse është ndërtuar mbi parimet mbrapshta, mbi baza jo të shëndosha, të cilat nuk ka prova tjera gjykatës, ka vetë ato. Për shembull, jeni 4-5 vllaznia,
Dhe baba jot e ka lënë tokën në emën tane. Që ke ndodhë shumë të shqiptarët. Tamam? Dhe ai vdeq. Tani me letra toka kujna është? E jotja. Në gjëgjë, në gjëkat, figuron që është e jotja. Dhe s'ka të drejta s'kosh në te. Nesër ma në kohë vllaznia tu në gjëkat, e fiton ti. Sepse është në emën tanë. Po të Zotë, o që ashtu? Jo. Të Zotë, ti të e kesh përdor hisën vllaznive tjerë. Je të kesh përdor hisën vllaznive tjerë. Nga se vllaznia kanë hisë barabart me ty në qatë tokë të babës të. A nëpse nuk e kanë nuk e kanë me emnat të pransuar me emnat e tyne, por e kanë hisën e vetë ata. Ti me legjë të dynjas më një hanë, jo kesh përdor, veç dije që me legjë të ahiretit, me legjë të Zotit, në ditën e kiametit, kime vijellë. Kime vijellë, pas ka më dali laqë, sepse a ke hanguar hisën vllaznive tu pa të drejtë. Apo në për procedura ndryshme që gjykojnë që pa ditë personi kompaninë, kompania personin, kompaninë e të tjerë, dhe këta shujësoni kam argumentet me vete. Të i ki simbas avokatit dhe para gjykatësit, pa i ki para Zotit. O ju njerëz, a i ki para Zotit as i ki? Atë në të rëcëshme për neve muslimanë. Andaj ne a i këna bo zëllëm, se këna bo zëllëm gazës, kompanisë, nëse ne kemi qitë në gjyqë atë për pagën e 13. Nëse kemi bo pa drejt, parët mja këthy ti. Ti, me thonë, e jo t'ja është. Unë e kom ga bo, përsa lipe halallën, që të kom zirë të lashtë në për gjykatë. Që parët që me ke qitë mu, edhe që atë komatë që me ke qitë mu, ka i të ka për merri. Nëse ke pas të drejt, a ka në haki yti, që është mësire që për pytë kë, në rogën e 13 të e merë. Kamat nuk merë. As një cent. Unë e di që të thusat të ta kanë qitë në konta, po të e në zjerë atë fatmirësisht e din sakt sa kënë konta kamat. Të zëmë i ke 500 euro, 1.000 euro, se si ki 100 euro, të se s'kanë qenë shumë e madha ja. Të që të 500 euro, se 1.000 euro, se në kamat, i në zjerë pej bankomatit, edhe i qënë dikun, i ep në i fukaraje, në i nevojtari, në i dikun njerës që kanë halë dhe dyrte. Por për veti, për familje tane, që ki obligim me i majt, as kacin e prushet bën me bli. Atë që kacin e prushet, nuk bën me bli. As ushqim për qenë nuk bën me bli. Nëse ki qenin, për gjëti që përdor, ose është arun shpin. As ushqim për qenë, nuk bën me bli. Sepse është përfitim indirekt. Për një sen që ka bëzut e haram. Li ushqim për shtasë që i mjel, apo pullet që hanë vot, e hanë mishin tyne. Pas për qenë, Allah i ndëroft, nuk ke të drejtë. Është haram, është në dyta pasuni. Ato heqe, edhe më së kujtë 2 herë. Jepe dikujna që ka nevojë dikush, heqe. Por jo familjarve tu. Po. Allah shëbleft, atëherë kalojmë të pyetja radhës apo të telefonata radhës. Alo, selam aleikum. Selamun aleikum. Aleikum selam, po nane. Dhe shta mja bo gjithë të ndërëm 2 pytje, nëse ka mundësi. Dhe të mërna. Pytja parë është që une kur jë martu që tash të më thonë, që pra 2 vite e kom njoftu një shoqe këtu në Banis, të buri, ajo është katolike, edhe gjithmonë kom anu me u shoqëru me ta, do me thonë mi folë për fejnë islame, edhe elhamdulillah të barek Allah që ajo u bindë që do me thonë duhet me pranu fejnë islame, edhe është ka të me pranu, me të me thonë me shku të hoxha me shqiptu shahadetin me burin e vetë edhe me fëmi, amo është kam interesant të me thonë me pyt hoxhën,
a duhet do me thonë me marrë dëshmitar, edhe a duhet ajo me startu me një herë më mbulu a qysh. Këto nuk e kam të qartë, kur shkojnë atë hoxha, do me thonë e kena bo terminin, edhe për me pranu ajo fejnë me shqiptu shahadetin. Edhe pyetja e dytë është që e kam një mace në shtëpi, është pak lozënjare dhe shumë energjetike edhe është kam bë nervoz. Ka një herë edhe një bërtas edhe jam shoj me jashtëk se me hyp mi perë dhe do me thonë edhe një bën dëshire edhe më iriton. A është gjëna që ka me bo, tek me bo nuk e di, nëse ka mundësi një këshill, po du të na po hinë gjëna me atë mace se kështu ushqime, kështu one e këqyri, krejt, do me thonë si një fëmijë të vogël. Amo edhe veç problemi jo që ka pak jam shoj se i prej kablat apo kupton, e nuk kam qef që ajo mu lëndu se për kur gjë tjetër. E qartë. Nëse kam Po, qarta janë pyetjet. Selamun aleikum. Aleikum selam, Zotë shpëlbeft juve. Tash do ta merrni përgjigjen nga hoxha. Kjo se duket është jashtë. Gjosat janë që janë jashtë. Oj, motër. Fillimisht, elhamdulillah. 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 Që Allahu të ka udhëzu ty dhe të ka botë atil që me pasë dert punën e davetit, me avdash të mirën të tjerve. E të ka qitë Zotë atë ka i shike të mirë, që inshallah Allahu ja ka hapë zemrën dhe ja ndryqan me nurin e me dritën qiellore. Por, nëse se ka thonë shahadetin hala gabimje, sepse me bë me pas dike. Ku e dimin e kër e kem dike. Njëherë mua mërë në gjami, një këti Prishtinës. Bukur i më shuar. Edhe më tha, e kam një mektimin shqiptaraj, i cili është jo musliman. Por kemi nejt me të shumë e në rritë e ku diju në foli, dhe aji po dënë me ardhë me thonë shahadetin, me bo musliman, ama të ka përzgjedh ty. Po ka që para teje. Në të rështë nuk zoha. Ku është aji? Je nesër, je mas nesër. Ma shtynë e 2 ditë. Nëse s'kam harru, ke punë ka do vite. Tha shoj zotni. Me bo me pas vdekjen e sante. Kush në garanton që a jeton deri nesër në drej kër e kemi lanë ne mu taku. Me bo me dekaj, dhe se jo musliman, sepse se ka thonë shahadet. Edhe ja që ka që ndawa të mes gjenit e mes gjehnemi. Ai vlau, ma ka përmen pas e 2-3 herë. Tonë nata tha s'kam fjetë për i tu të mos për des a i shoki vetë. Ku për mu, e mos për des, e ta në në qethëm Zotin ditën e kiametit. Ti se pruna me neherë të hoxha pelash për nesër. Kështu që nuk është kusht me shty dhe ta kosh me hoxhën, me thonë shahadetin. Shahadetin me thonë para teje, motër. Te hoxha e zyrtarizan, e publikan. Ndërsa mes tia për kësaj dhe Zotit, e thot para teje.
Këtu është dilema e disave, si po mendojnë që deklarata para njerëzve thjesht, a është e plotfuqishme apo duhet patjetër para hoxhës që me konë shahadeti i vlefshëm? Ajo është e plotfuqishme edhe pas një njerëz heq. Ajo është e plotfuqishme edhe pa prezencën e askujt. Sa të dush ka njerëz në botë të cilët bëhen musliman dhe vdesin musliman, por të tjerët nuk e din që ata kanë vdekë musliman. Sepse kë nuk e ka ditë që është mirë me shku me shpreh, me shqiptu para muslimanëve, në xhami, diku se ka ditë. Apo s'ka pas në të rrethin e tina fare. Shariatikisht nuk është kusht që shahadetin me publiku. Për me qërë musliman para Zotit për flasën. Para Zotit. Nuk është kusht. E lëre më që kje ka kontakt me te sepse ka këshike. Me thonë asajna thuje shahadetin, oj motër. Para me e qëtu. Thuje shahadetin. Thuje shahadetin e dëgjuht. Thuje një pjesë arabesht, tani në gjuhën e sajna. Ashhadu an la ilaha illallah, thuje në gjuhën që fleti me te. Besej me zemër, deklaroj me gojë, se Zoti është një, nuk ka tjetër pas tina. Shtaja, dhe se Isa është Rab dhe dërguar i Allahut. Dhe se Muhamedi, wa ana Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dhe se Muhamedi është Rab dhe dërguar i Allahut. E pastaj, të hoxha thot prapë, se puna në qahut. Se puna në qahut. Djali dhe vajza po shoqërohen, po votmohen. Baba i meqëm, i djalit, dhe baba i vajzës i meqëm, që ka pak në kry, i thot, mikut vetë, t'i bujna në për hajrë. Nëherë me zvetë, t'i bujna për hajrë. Me dy dëshmitar. E pas ta e farë zjafetin e defë në rababam, me botmadhe, me thjerë njerëse, drejke, darke, këta dy. E lojnë një muj, 2 muj, dhe të vinë diasporës, dhe të shkojnë, dhe të përfëndash viti shkollohë, këta dy, në këshirë të planë tua. Por njëherë bëne një qa, edhe më se dita s'kosh. Qofte një qatë më sheft. Më sheft mes 2 familjeve, me 2 dëshmitar prezent. E keni për vete që më pas halal një anit jetë 3. Dhe pas ta jetë je legjitimon, e zyrtarizon, e publikan para hoxha, para mësedve, para njerëzve, qofte hoxha, qofte në të bëjmë që atë këthia njerëzët në rejken darket e tjerë. Njëtë në gjallë shahadetin. Kërë nga një ranë që shumë rëndësi motër. Ana tjetër, të sigurisht se motërës i ke tërgua se këshikës të anën se feja jo në ka obligime. E që është namazi me njëherë më falë. Me njëherë. Edhe në mbëlesën e din ato. Dhe të mja të cekë. Por ju me shtërngushën për mbëlesën. Për namaz. Dhe zakonisht këta që dojnë të bëhen musliman, zakonisht lexojnë përgatitjen e din dhe sene. Ka një në 2008-2010, ndoshta, e që bje 15 vjetë, sigurisht. Një gjemat, po thot mu se një kolege ti është e fejës tjetër. Ka vendosë më bo muslimane, ama të ka përzjedh ty. Mirë. Dhe në asoll ishte Ramazan, mas iftarit.
Pse këtë mas iftarit, sepse përderisa ai e tha shahadetin e nejtën pak aty, në shpëtime, dhe pyetën a ke presionat, ka shi dikush me zara, për bindjeve ki, tjere, pyetjet rëndëmta që hoxha e bën. Se s'na vjen neve njerëz me zar që hinë në fe. S'na vjen, neve na vjen fe me hi me bindje. E për më bind ka argumente sa të dush. Sa të dush. E që s'danë mëra kur gjo. Thirë ezani e jacis, Ramazani që në të ravit. Edhe për thava sajnane. E dinë se tash do të më falë, po, tha di më të këtë fonën. Dhe më thonë, dinë që do të më falë, po. Bile tha di që do të më mlu. Thashe për namaz, a shkojmë tash të falemi, shkojmë. Tha s'kam tesha, t'i bjën e tesha. Unë që kam hinë dhëmë të am shpejt, që kam gjithë që atë tesha i kom marrë të granimit, shami, shtë në gatë, ku dijun, tash ku marrë ke punë, e thash që motër, edhe shku në gjami. Në djali me shku, po më falë poshtë, a falë naltë. Ta mën ka hi namaz, ka ranë sejdë, i ka pëlsit vaj. Edhe unë thash, kjo edha provimin. E shijaj. Allahu është i madhë. E u gëzohu, alhamdulillah që Allahu e bëri muslimane. Natyrisht për dhana tjera s'kemë bëjmë të sekë, sepse është që është private, por si rast që i din këto. Ata që hinë në fe e din që namazi është obligim. Edhe i personi me herë që ma ka vapru në gjami që thash, në pëtute që për des, edhe të e pyta për namasa, po mora, thonë e didhë më falë. Mashallah, po, tha sepse unë jem e muslimani jem këtë gjatë, Tjerë dhe pyetja sa duhet me pas dëshmitar pa tjetër për të shojnë të hoxha, në kusht. Ja. Ata pyetja e dytë për... A në pse në fakt e hoxha, aty je dëshmitar të, dëshmitarën. Po ja, s'ka në huj. E pyetja e dytë lidhë me macën që po bën sherrë, ka pa me ndëshku me jastak. Macën, nuk ka gjatë keqe majtë në shpe, nuk ka gjatë keqe. Për ata që i majnë, unë s'jam iftari i kësaj pune. Nuk jam dasha mirë. Për mu shpija është për njerëzje për hajvan. Që shtemi edukun, por tjertë nuk i pengaj. Mu, unë në mos shpitem nuk du me pa. Por me qenë se sheretikisht është e lejuar, nuk jem drejt me më dalu njerëzve. Tamam, nuk jem të drejt. Macat, qatë pa, jem të drejt. Tani macën e manë shala ki se vab, por më se rrësa i dhem. Nëse ka pak jehen me jasteke se në që përthuti, të me jasteke në thmive tu ka pak. Thmive tu, në shala të falë Allah e vlad, nëse s'ki, të dhe thmive tu jehen ka pak. Për nuk jehen për me lëndu. Sepse nuk jeti stakfirullah që i lëndën thmit. Se thmit dhime ashtë mëse vetë vetja jote. Allah të rujtë. Allah shërbdeft, atër kalojnë të telefonat e radhës. Ala, urnane? Selam aleikum. Aleikum selam, po urna. Cila është pyetja ju? Jam një motër nga Kosova, dhe ishta të më një pyetje. Po urnane. Jam në Itali, jam vesmot prej konserit Gjirit edhe kam dhonë perinë, tash jam në Itali edhe a hinë që na që kum lanë durin vetëm Kosovë, djali ka shku në Hungari për me punova, unë jam në Itali të vajza, e thom me mena mos po hinë që na që kum lanë durin vetëm. E qartë. A ke shku në Itali me lejet burrit? Edhe falda 5 diti pari ku. A ke shku... Fali namaznate, po na qefësë me fali veç. E qartë pyetja po hoqja po pyet, a ke shku me leje të burrit, a pa leje të burrit në Itali? Ja, me leje të burrit, me bonkurat për Itali që di vjetë edhe për shemëll shkej, njerë mu i shkeri dhe dyfes me Tamam. E qartë, tash do ta merr një përgjigje nga hoqja, Allah nderoft.
Po, përderisa është me lejet burrit në rregull. Të krejt në rregull, s'ka gjë të keq. Ke grujë mirë, sepse ka dertin e burrit. Po gruaja e mirë ka dertin e burrit. Sepse boni doli për shtëpisë. Pa lejet burrit, punë të ka keq me Zotin. Ndërsa lejet burrit, Allahu të ruajt. Në rregull është. Kalojmë te telefonata e radhës. Alo, noni? Alo? Po dëgjohemi? Po, nani. Selam aleikum. Aleikum salam. Kisha një pyetje për hoxha. Vetëm orë nani, cila pyetja juaj? Po, kisha ta fjes hoxha. Para një jave kena pas një darsën, po ka darsë me bura e gra. E unë jam me mbules, elhamdulillah, falë, me Kur'an, me gjithë mirët. Me po unë nuk kum shko në të darsën, nuk ju. Ka, mirë po buri, unë gratë u shkoj. Unë në atë mendimin të më thash se nuk ke drejt ti shkoj, bura e gra, njërsa kruja jote nuk ka shati. Unë dhe shara pesozën është gjuna, edhe pak jam e hidrumet, thëmë drejta, pse nuk jena shku dheri tash një asë njëherë, edhe tash, ani të shketa se e kam gjaldajës, tash ani ti për vete shko, tash ama ta dish, se gjunahi qoftë në bitaj, jo për, edhe kam unë në gjuna pak se jam e hidrumet, pse ka shku. Tamam, në rregull. Kom pas qef me shku, a ka kanë fjallat që kur ma nuk shpem se jëmë kanë në diher, ama jëmë kanë shumë afër familje, po kresoja është gjena. Sa jo është kresoja. Tamam, e qartë, pyetja tash do ta merrni një përgjigje nga hoxha. Allahu nderoft. Selam aleikum. Allah e trujt. Ke bo shumë mirë që se shku. Dhe inshallah kur nuk shkon sa ti e gjallë ndarës më tilla. E burrin tënë Allah e drejtoft. E ka ngrej drejqi. I ka dopsu imani, oj motër. I ka dopsu imani, i ka ngrej dreqi dhe e ka qohë ndarësë. Tash, ti ju ke hedhuru e ke gjëna se ke. Kem varet. A ju ke hedhuru burrit që është shku e hynë haram, a ju ke hedhuru burrit nga gjelëzia që ka shku e përzime gratë huja, që është gjelëzia e gruas. Po dhe, ka mundësi. Sepse gruja mundet edhe gjelezaj si natyrë që ka të vetën me gjelëzu nëse burri flet me nej gru, kontakton me nej gru, ku di unë, shkan dy kuko gra e tjerë, po mundet këtë punë me rrejt shka ktheje. Me thamë burrit, fetarisht, a është në rregull ti me shku atje në një vend, ku kërcejnë vajzat, gratë, zhveshen, i qesin pjesë të trupit në shesh, ku e ranë është aja. Shumë është rana e për musliman. Që tërë që këta i kanë lu gjënat haramut edhe nuk e vrejnë, duket normal. Sepse harami, kur bëhet i shpesht, bëhet normal? Bëhet normal? Për ndryshe, haram është haram. Andaj nëse i e hidhrue për arsye pse u shku burri me hidhru Zotin në një vend ku nuk bën me shku, të se ke gjëna. A nëse ke hidhru burrit shka nga gjelëzia, të ke gjëna. Po në të dy rastet, burrit me i folë. Në të dy rastet, burrit falë. Funi oj më vëtërë, gjënahon e ban haj. Gjënahon e ban haj, dhe ta ban qafë vetë. Dhe ta ban qafë vetë, oj më vëtërë, vetë ka me dekaj. Vetë ka me dek, vetë ka më rinjallë. Po. Po gjëndëror, me përfundimin e kësaj përgjigjeje, do të përmbyllëm edhe emisionin e santëm.
Ju falenderoj shumë, Allah ju shpërblet për punën e angazhimit dhe kohën që keni gjetë për këtë. Shikues të nderuar, edhe pse jam në cilësinë e moderatorit, shfrytëzoj rastin që edhe në emrin timin personal, po edhe në emrin e gjithë vëllezërve dhe motrave, të ndajmë mirënjohje dhe të jemi falënderues ndaj Hoxhës për kontributin e tij të madh, angazhimin e tij të parazerë, kohën e tij që ndan për në hapësira të ndryshme, ndërtohet edhe ky emision edhe shumë adresa tjera ku e jep mundësinë për ka hap një dritare që të gjithë ata që kanë halle dhe derte, kanë edhe pyetje dhe interesime për të mësuar fen, për të zgjidhur problemet që i kanë, pa ka dhënë hapësirën që të drejtohen, konsultohen, të marrin këshilla, të marrin udhëzime. Prandaj edhe një herë në emrin tim dhe tuajin e falenderojmë Hoxhën, e lutem Allahun e Madh që Zoti ta shpërblet me të mirat e tij në dynjë në ahiret, ta shpërblet me xhenet, ta gradoj edhe të na bashkë po edhe neve bashkë me të në shoqinë e pejgamberit tonë të dashur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe deri në takimin e radhës ju përshëndes dhe ju lëm mëshirën e Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.